disa sekonda që të publikonte nga kënga e tij që të thyej rjeti dhe të bëhej një nga këngët më të dashura për juve. E di që kur ti dëgjoni notat e para do ta kuptoni menjëherë për cilën këngë kam fjalën, por ai është një djalë me një zë shumë të ëmbël që premton shumë edhe për këngë të tjera. Nuk besoj që do ndalet me kaq. Le ta mirëpresim Stevie Ushe. Mirë se erdhe! Me shumë qejf. Faleminderit shumë që na ke ardhur në intervistën tonë të parë në Kosovë. Po, patjetër. Hajde rehatohemi, uroj që të shkojmë bar. Kom bar inshallah. Ulo, faleminderit shumë që je këtu, po mos më thuaj që është edhe vizita e parë në Kosovë. Jo, kam marrë shpesh në Kosovë, patjetër. Jemi shumë afër, po që domethënë pjesëmarrja televizive e parë është kjo dhe jam shumë i kënaq edhe shpresoj që ta kem komën e marrë për këtë... Të lutem, faleminderit ty që na ke ardhur Enkas dhe je mirë me shëndetin, se e di që disa ditë përpara na the që diçka nuk po ndihesh mirë, janë këto viruset e stinës? Besoj një nga këto virozat edhe e kalova, tani jam mirë dhe doja që të vija patjetër, po që më mirë që u rikuperova pak edhe tani jam... Me nisi javën barë edhe për ne është kjo një plus i madhe. Unë thash shikuesve dhe normalisht që ata e din, ti besoj e ke kuptu që dhe publiku në Kosovë tashmë po çmendet pas këngës tënde, pas zënit tënd. E ke ty rjetin gjithandej, sa hy në çdo rjet social, model, ajo mos ma merrni ju, s'po vazhdoj me këndu se ta prishi komplet këngën, bohemi me TikToku, po ti e ke prit, e ke nis për kaq se veç pak sekonda ju deshën. Shiko, unë e kam ditë që kam bë një këngë të mirë, fatmirësisht Zotit edhe bashkëpunëtori Aleksi që punojmë bashkë, domethënë e kemi punu diçka të tillë që doli kaq bukur, nuk e dija që do merrte këtë lloj përmasash. Edhe në momentin që u hodh promoja e parë, ajo u mor direkt nga publiku, u dashuru jashtë mase, saqë ne po nxitonim patjetër që ta nxirrim sa më shpejt se kishim mesazhe pafund kur do dali dhe se kanë prit që edhe në Kosovë e kanë përqafu kaq shumë dhe e kanë bë këngë të madhe dhe jam realisht shumë i lumtur për këtë pjesë dhe më vjen shumë mirë. E bukur shumë dhe një këngë që ti po e punoje sipas shefit tënd, ishte një ide dikujt tjetër, apo ka në histori mbrapa, ka diçka që fshihet pas saj, mos ma merrni ju? Jo, shiko, ishte thjesht një kompozim i bashkëpunëtorit Aleksit me piano, unë thjesht e mora e dëgjova dhe aty në atë moment më lindi gjithë koncepti, teksti, melodia dhe shkoj çdo gjë kështu, ndonjëherë shkoj në gjonat vetë, është shkruajt me Djalë me fat, e konsideron vetën kështu? Patjetër, për sa kohë kam shnet, gëzoj shëndet dhe bëj atë që du, patjetër që e një vetën me fat shumë. Kjo këngë ka pasur planifikuar të jetë një duet me dikë, apo prej fillimit e ke nisë kështu veç mas për vetën tënde? Shiko, kjo ka një histori interesante, domethënë sepse mbas një kompeticioni që unë mora pjesë, këngës magjike, unë doja që të bëja bashkëpunim. Edhe këtë këngën unë kam pas shumë dëshirë që ta bëja me Fifin, po që për arsye impenjimesh të asaj dhe të mijat nuk u realizu dot. Edhe unë doja të nxitoja ta hidhja, edhe besoj se më shkoi më mirë kështu. Çfarë tha Fifi tani kur kënga? Nuk kam kontaktu, po kur ta takoj. Nuk e pola. Si mendon se çfarë mendon se do të ishte në imagjinatën tënde, si kur të bëhej kjo kënga duet? E mendon që do të ishte njëjtë me po këtë sukses, apo? Se di, besoj se është shkryt, dhe më thënë gjërat janë destinume me nodhë, dhe është më mirë besoj që doli kështu, edhe shkoj shumë mirë, jam shumë i gëzuar. Në këto komente, cili ishte një nga ato që, ose cili lloj mesazhi është ai që Stevie ti bëhet zemra mal dhe veç ja përforcon atë dashnin që ka për muzikën dhe e bën që të mos heq dorë kurrë nga kjo. Ani se ndonjëherë punohet shumë nëpër studio dhe pak e din publiku për këtë punë e këngëtarëve. Sa shumë punohet, sa shumë ndoshta edhe harxhohet nga ana financiare. Dhe ndonjëherë del edhe ndonjë këngë që nuk është se e gjen momentin, vendin e duhur. Patjetër, domethënë kjo është pjesa, siç e cek edhe ti, pjesa e vështirë e artistave. Jo çdo projekt ndonjëherë prek njerëzit ose frekuencat e njerëzve të popullit. Kjo nuk është kënga ime e parë, unë kam bërë dhe këngë tjera. Janë pëlqyer në atë gramaturën e momentit që kam pas. Në këtë rast kjo mori pak më shumë për masat mëdhaja,
sepse reflekton pak edhe punën që ne artistat bëjmë që nuk duket është e padukshme, po është realisht shumë e gjatë, krijon një lloj tolerance me atë dhimbjen që ti nuk po merr ndoshta atë që don, por shpresoj që të jem shembulli që po ti jesh konsistent dhe po të vazhdosh, do ta gjesh atë momentin patjetër. Tani mos u ankomë, veç këngë të tjera të bukura kësaj presim prej teje. Mos ma merrni ju, pra këto janë ato fjalët që menjëherë të kapin veshin. Çka nuk do të toleronte Stivi asnjëherë t'ja merrnin? Në këtë rast e kënga ka një konotacion pra të dashurisë e kështu, po në përgjithësi unë pyet. Në përgjithësi unë po e lidh pak dhe me këngën. Unë kam dash ta bëj këtë këngë një him dashurie. Ashtu e pata vizionin unë, domethënë ato momente, dhe kur them mos ma merrni se e du pafund flas për një dashuri shumë të madhe, e cila ndoshta po na duket pak si e rrallë në këtë lloj periudhe momentale të jetës, dhe mendoj që njeriu duhet luftoj për dashurinë, për atë që ka, dhe kjo ishte gjithë fabula që unë doja të përcjellja dhe unë e jetoj këtë lloj gjëja. Pra të luftoj për atë që kam dhe ta mbaj afër zemrës. Pastaj tjetër gjë si e morën njerëzit, e kthyn në shumë. Ti si je kështu? Ti jep më shumë apo merr? Unë jam kështu i barabar. Unë edhe jap shumë, edhe pres që të marr shumë. Edhe pret, a? Okej. Këto, ke bo ndonjëherë kështu një dedikim puro të asaj çka shpirti yt thoshte në një situatë të përjetuar? Ka grimca, në çdo këngë që bëj ka grimca të vërtetës time, apo të asaj që unë përjetoj, ose shikoj, ose dëgjoj, patjetër, si te kjo këngë dhe te çdo këngë. U lajmëron ndokush pas kësaj këngës kur doli? Edhe të tha, jo më se s'më kanë marrë, këtu jam, s'ke ditë me vlerësu. Se jam me advajzën, kush do që i ka thonë kështu, pavarësisht që ka qenë situata. Pas ca mesazhe, po kanë qenë konotacion shakaje, kështu, po... E po me shaka fillon gjithçka, Stivi. Po ti qenë ke nga ata që edhe pret me dhënë shumë, kështu që një herë të thash, mos u anko shumë. Jo, Unë e përmendet ti edhe festivalin Kënga Magjike, në fakt ndër festivalet e pakta që na kanë ngel dhe ku edhe artistët e ri, po edhe ata të dëshmuar në skenë gjithmonë e respektojnë si skenë dhe ti e bërë një lloj veterani kështu i Këngës Magjike. Aty ke bo, besoj të thrasin ndonjë, nëse ti nuk e çon aplikimin, të thrasin Stivi që ndodhi, pse se ke dërguar? Di që do ndodhi këtë vit, ndoshta edhe mund ndodhi kjo që sapo the. Unë kam Se ke eksperiencën me festivalet në përgjithësi? Me festivalin kam eksperiencën shumë mirë, unë sa herë kam vajt aty, kam dal i kënaq dhe kam çu materiale që realisht janë pëlqy. Çdo vit ka qenë i ndryshëm, viti i fundit ishte ai viti më i madh që dhe aty nisi dhe përfundoi me një lloj viraliteti goxha të madh, le të themi lokal. Kënga u pëlqy, është komplet stil tjetër nga kjo që sapo hodha, por dhe ajo u pëlqy, dhe ajo këngë zemre, këngë dashurie, siç trajtohen aty barabart edhe artistët, për shembull nëse kujtojmë Stivin si për herë të parë që merr pjesë në një festival, apo dhe Gëzimin që kam unë, pra që keni vë këtë eksperiencën bashkë, trajtohen barabart edhe ata që janë aty për herë të parë, apo këta vipat marrin gjithmonë më shumë vëmendje, vipat nga kuptimin e eksperiencës në skenë? Shiko, kjo është e pashmangshme, nëse vjen një emër që ka dhënë kontribut muzikor ndër vite, do shihet me tjetër sy, pa diskutim. Por, ditë them këtë gjën që si një artist i ri, si një artist i vjetër, unë i kam përjetu paka shumë edhe këtë statusin e artistit të ri dhe të artistit rik, dhe mendoj që në qoftë se ke një këngë të mirë, do kesh një rrugë me të cilën do shpërblesh. Ndoshta nuk do marrësh një trofe, por ka gjëra shumë më të rëndësishme se sa ato trofet, është dashuria publikut, është të krijosh një fanbase, të mbahet mend kënga, të këndohet. Besoj se këto janë ato më të rëndësishmet se sa klasifikimet. Ti punon shumë edhe këngë për të tjerë këngëtarë. Nga emrat më të mëdhenj, besa shumë prej këngëve që ndoshta publiku nuk e di, shihesh ti prapa tyre. Na thuaj disa nga ata emra që ti ke punu me ta edhe punon, a vazhdon ta bësh akoma, apo tash i thu jo, gjitha këngë po i nal për vete? Jo, unë e shijoj shumë procesin e bëmit muzikë dhe patjetër që jo çdo gjë që unë krijoj do jetë për mua, do jetë patjetër për një artist tjetër, dhe unë ndaj patjetër me gjithë qef artin tim me një
artist tjetër. Unë kam pas fatin që të punoj me Angela Peristerin, cilën e kam mikesh edhe sa herë më bëjnë këto pyetje, unë Angelën them të parën, se ka qenë një ndër artistët e para që më ka dhënë dorë ku kam qenë në fillimet e mia. Kam punu po bashkarisht me Aleksin, që Aleksi është... A kemi këtu Aleksin, a? Okej, përshëndetje, më falni se tash ju pashun. Bashkëpunëtori përjetshëm, kemi punu për Gjensila Mirtezajn, së fundi për Shpat Kasapin kemi bërë një këngë shumë bukur. Ato këngët e Gjensiles që u qu kej dynjaja me thonë janë dedikim, ti ke bu pra? Ti ke bu dedikim një vajze të shkretës? Ndoshta një nga ato, mund të ketë qenë kënga që kam shkruajtur unë. Okej. Për Shpatin kemi dhe një tjetër këngë, e të tjerë. A ka pas dikush, Stivi, që ndoshta ose nga eksperienca festivaleve, ose të qenurit i rrethuar në këtë botën e artistëve, nga një herë edhe zhgënjehesh nga dikush, pra, që e ke parë nga ekrani, ose ke dëgjuar shumë këngët, pra nga ana artistike është për çdo lavdat, po si njeri staja pas dorën. Të ka zhgënjur ti dikush në këtë aspekt? Kjo ndodh shpeshherë, që artistët nuk janë si duken ose atë imazhin që kanë. Në fillim e fare ndoshta surprizohesh pak, por me kalimin e kohës mësohesh edhe ky është showbizi, këto janë njerëzit që na rrethojnë, edhe mundohesh, domethënë mos t'i marrësh gjërat afër zemrës. Se në fillim fare ti, e kam pa televizor, pastaj kur e shikon që domethënë është thjesht njeri si puna jote, nuk ka ndonjë veçanti, është tjetër. Po, se po ha ka bukë edhe ky, s'ka ndonjë gjë. A është vështirë me pagu këta emrat më të dëshmuar? Jam e bindur, nuk e di pse kam këtë përshtypje që shumë zor japin lekët. Pra marrin shumë, po kur vihet te puna e pagesave të këngët. Po, kam përshtypjen ne kështu si ne shqiptarisë të gjithë kemi kështu vështirë me dhën lekun, nuk e japim kollaj. Se janë kështu more. Nuk e di, është çështje jo të gjitha, domethënë ke artista kryesisht, flasim realitetin, domethënë të paktën me çka kemi punuar ne, janë profesionista dhe janë të afirmuar në treg edhe e shohin pjesën e muzikës si investim, sepse realisht për ta është investim për imazhin e tyre, për karrierën e tyre. Tani patjetër që mund ndodhin ca situata që të jenë pak më të vonta, pak më me vonesë ose pak derisa të arrijmë në terma të përbashkët. Por kjo ndodh në çdo lloj fushe të biznesit, nuk ndodh vetëm në muzikë. Ku e bën ti dallimin e këngëtarëve nga Kosova dhe Shqipëria? Pra për nga ajo se çka servojnë, jo si njerëz. Në servimin e muzikës, pra si e sheh, ka ndonjë dallim nga mënyra se si bëjnë këngët ose ajo çka thuhet, pra përmbajtja e teksteve, mandej edhe dialekti, se mua më vjen shumë mirë që ka njëherë përmes këngëve ka disa fjalë që kuptohen edhe andej kufirit. Patjetër. Domethënë dialekti, domethënë ose se po ndalte kjo pjesa, dialekti i Kosovës gjithmonë mu personalisht më ka duk më cool, më i pranueshëm ndoshta për vesht. Është më i preferuar për mua. Për ty, okay. Po, është më i preferuar për mua edhe unë edhe pse lindë rrit në Tiranë, marr huazoj do fjalë vogla kështu. Edhe kjo pjesë, pastaj ndoshta nuk e di, nuk mund të bëj ndonjë dallim, por shumë artistë Kosovës janë shumë stil, janë shumë trend. Po ka vende, patjetër. Nuk mund t'i veçoj, domethënë, besoj se që të gjithë bashkë si artistë Kosovës, artistë Shqipërisë, ne jemi të gjithë drejt një qëllimi. Kemi evolu shumë, kemi bë muzikë shumë mirë dhe tani nuk e shoh më këtë ndarjen, po jemi neve dhe që po na preferon tani dhe Europa, po na preferon dhe bota, edhe tani po ecën shumë edhe kjo industri, dikur nuk ka pas kontratat ndaj, tani ka kontrata, ka mundësira që muzika jonë shpërndahet globalisht. Dhe për këtë besoj se çdo artist është shumë i lumtur që po jetojmë këtë lloj periudhe. E bukur kjo, edhe pse kur flasim për koncerte, shpeshherë janë komentuar koncertet brenda vendit, pra Kosovë, Shqipëri, ose edhe në Evropë te publiku shqiptar që e kemi andej, komentohen shumë çmime, disave ju duken tepër shifra marramense, pra të paguhet 10.000 euro për 40 minuta performancë, disave ju duket që është e merituar sepse është artist me emër, po bën punën e tij, po investon gjithçka për atë paraqitje. Si e mendon ti? Se më pas të pyes sa ke bërë çmimin ti. Tani, domethënë, nëse një artist ta mbush klubin plot edhe po flasim ai klub ka përfitime marramëndse, patjetër që i takon artistit një përqindje e konsiderueshme. Nëse
ajo shifër është 10.000 euro, letë jetë 10.000 euro, i ka halal artisti, pa tjetër. Për ta kuptu më shumë këtë duhet t'jesh në këpucë të një artisti, se sa sakrifica ka bo për t'arritë ajo shifër, pra sa investim sa argjim, sepse kjo lloj profesioni nis me minus. Në karrierës me një natë koncerti se nxjerr dot, s'ka matematikë. Absolutisht, por kjo lloj profesioni, nëse profesionet e tjera nisin nga zero, kjo nis me minus. Se kjo është direkt investim në art, investim në imazh, investim në veshje, investim në studio, investim domethënë në çdo gjë. Dhe normalisht vjen ai momenti që ti do korrësh ato gjithë ato që ti ke investuar. Ka qenë për ty e vështirë nga kjo anë, nga ana financiare që ta bësh atë ëndrrën tënde, ti jesh në një studio ku ti punon edhe gjithë talentit tënd, pavarësisht sa është ora e shpreh, pra thjesht bën atë që e ke në zemër. E ke ndjesë si pengesë anën financiare ndonjëherë? Shiko, nuk mund të them që s'kam pas momente të vështira ku unë jam shtrënguar realisht për të investuar në diçka. Shqyr Zotit, si themi, ne jemi sa ju ose jemi mundu. Unë e kam pranu fatin tim, pra e kam pranu që kjo jetë artistit është gjatë gjithë kohës, do investosh. Dhe do vi momenti që do t'i marrësh, sepse shumë njerëz investojnë fillim, ma janë ato fillimet që ti do harxhosh edhe nuk i shef ato benefitet në fillim fare dhe fillon ndjen atë ndjenjën e zhgënjimit. Por kjo është ajo që unë për shembull kam kriju tolerancë ndaj kësaj edhe kjo gjë më ka ndihmuar që të eci akoma dhe më shumë edhe avash po ja shoh atë hajrin. Ja sheh hajrin, mirë shumë. Nga familja është marrë dikush me muzikën apo ti këtë zanin edhe talentin e ke kështu si i vetmi i shtëpisë? Nga ana e mamit tim, tezet e mamit domethënë kam pak kështu zë ose këndojnë, po jo se jam profesioniste në muzikë, unë nuk është se në fisin tim apo në familjen time nuk kam unë po them që jam i pari që e kam bë këtë gjë, e kam këtë profesionali. Ti akoma sigurisht është shumë herët ose edhe jo, kujdihet, sepse dashuria nuk pyet edhe të qenurit prind mund vinë ndonjëherë edhe pa bërë ndonjë planifikim. Do ishte diçka që ti do ja dëshiroje fëmijët tënd të rrugtimi në muzikë? Shiko, nëse fëmija im do t'i tregonte ato vlerat e veta që në fillimet e veta, pse jo. Por kurse si nuk do doja ta shtyja të bënte atë që po bëj unë, sepse do ishte në një fushë shumë të vështirë dhe ndoshta do ishte edhe pa merit aty. Nuk do doja që fëmija im po themi tecte me emrin tim sepse është djali filanit apo nëse ka talentin patjetër. Në shumë prej nuk e di sa ke lexuar nga komentet, vështirë se i ke pa gjitha, se aq shumë që janë shpërnda. Komentet e shumta disa prej fjalëve edhe të mira shumë, patjetër, po disa edhe krahasime. Dikush thoshte më ngjan pak me Yllin, dikush me Albanin, a të pengojnë këto apo të bëjnë mundi mirë, sepse fundodites Ylli dhe Albani janë dy zona shumë të mirë që janë. Nuk më pengojnë. Amo ti mendon që s'keni të bëni asgjë me njëri tjetrin? Shiko, domethënë krahasimi lind patjetër kemi një ngjyrë të ngjashme dhe edhe pak nga zhanrat muzikor që bëjmë janë aty. Po kjo këngë domethënë nuk e gjej fare Yllin apo Rikin, se e kam përmendur Rikin. Edhe Rikin, kjo më pas ka ikmu, okej. A se kënon Ylli, a se kënon Riki, këto komentet. Por që mendoj që nuk kemi janë komplet domethënë nuanca ndryshme, lullet ndryshme, por që e kuptoj deri diku pse thuhet. Pra në gjithë ato minuta të këngës, një djalë që jep plot emocion në ato vargje, sa dhe pam edhe përmes përgjigjeve tua në të qeshur, duke shumë pozitiv, pra nuk je ashtu aq e ngrysur sa te klipi edhe kënga, po ashtu e do puna, dhe normalisht që unë nuk mund të lë të ikësh as ty e as miqtë tu që ke ardhur me ta pa këndu këtë këngën. është e pamundun, du këtë video të jetë andej dhe më vjen shumë mirë që e dëgjoj këtu në studio, e kam Arbrin që na ndihmon. Maestro që ka këtu. Okej. Shpirti dritë më ka marrë nga buste saj, me jetu për të e kam kollaj. A kjo dashni që vetë më gjeti, mos ma hluni se kam me ju vra, mos ma merni ju se du pa
pa fund, shko një tjetër vend, se jam dashuru, mos ma merrni ju, se du pa fund, lejeni në atë vend, se është bo për mu, mos ma merrni ju, se du pa fund, shko një tjetër vend, se jam dashuru, mos ma merrni ju, se du pa fund, është bo për mu. Sa e bukur, falenderit. Arpër, falenderit shumë që na i kompleton gjithmonë kërkesat dhe këto rahatlëk. Si u ndive? Shumë mirë. Shumë mirë, Shumë mirë, shumë komod, si në shtëpi. Okej, pas kësaj këngë, sigurisht, ose të studio, i besoj do të keni plot të folderat këngë që nuk i ka dëgju publiku akoma. A është vështirë ta zgjedhësh tjetrën pas kësaj? Tu e kam hallin. Po, kështu po më duket. Qa ke plane? A do e lësh edhe për një kohë të gjatë kjo të... Sa ka dalë, se po bëjmë sikur ka shumë kohë, po. Alim pak të marinohet kënga, por unë du të nëzitoj, sepse i kam ato planet e mija, du të edhe një këngë tjetër shumë shpejt, nuk e di se kur. Pastaj dhe në verë du të lançoj diçka. Pastaj pse jo jemi në diskutime bashkë me Aleksin për një EP, diku ke 3, 4 ose 5 këngë. Pra ty s'bën gjë pa këtë Aleksin, a? Se jo 7 herë ke përmendur. Jo. Okej, besoj që e vlerëson edhe ai. Falenderu pa tjetër, sepse muzika nuk bëhet vetëm. Muzika e mirë bëhet me bashkëpunëtorë edhe shqyqy që i kemi edhe... Nuk të fjallë. Falenderit shumë Stivi që ishe. U knaqa shumë, kishte Stivi në intervistën e ti të parë në Kosovë. Nëci. Lëm dhe Arbrin, sigurisht të na mbyll në këta minutat të fundit me një super këngë të ti. Mos e merë këtë, mos ma merë një Arbrin, një tjetër. Makina me